Flamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjitha tri duke u betuar, ta lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa I largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Prej lufteve qa I largohet, që është lindur tradhëtar, kush është burrë nuk frigohet, por vdesi një dëshmor. Lavdi! Të dashur vëllezër dhe motra që keni ardhur nga të gjitha trojet etnike të kombit shqiptar, nga buletini I Bacësis, nga Vlora Ismail Qemalit, nga Teçiçi Tençen Lulit, nga Presheva Ridvan Qazimit, komandant Leshit, nga Deçani Haradirajve, nga Yjet e Gjakoves, nga Karadaku Idris Seferit, nga gjitha trojet etnike të kombit shqiptar. Pra gjithë lumejt e njerëzve kanë mbytur si det sheshin e Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Kemi ardhur në këtë shesh për të protestuar në protestet e radhës pas Prishtinës dhe Hagës, organizata veteranëve të luftës së UÇK-s. Pra të gjitha organizatat në bashkëpunim me Unionin Artistik të Kombit Shqiptar, shoqatën Tirana dhe 10 shoqata patriotike të Shqipërisë organizojnë këtë tupim protest me moton unë jam UÇK. UÇK. Unë jam UÇK. Liri për shërimtarët. Jo pa drejtësi në emrin tim. UÇK. Edhe unë jam UÇK. Për të hapur të protest, kam ftuar kryetarin e shoqatës e organizatës e veteranëve të luftës. Ai është një personazh shumë interesant, që vërteton me spiri baladën e Gjergj Lezalis. Pra është me 30 operacione, me plumën në trup, por ka qenë dhe ky në Hag. Hysni Gucati. Ka bërë 4 vite burg. Të nderuar vëllezër dhe motra shqiptar kudo që jeni. UÇK, UÇK, UÇK. Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi, Jakub Krasniqi. Kadrim Veseli, Kadrim Veseli, Kadrim Veseli. Recep Selimi, Recep Selimi, Recep Selimi. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar përfaqësues, të nderuara përfaqësues të media, të nderuar
qytetar të Republikës së Shqipërisë, qytetar të Republikës së Kosovës, qytetar anë kënd shqiptar ku jetojnë dhe veprojnë. Ne sot po protestojmë, por për me të ngritë zërin për drejtësi, jemi këtu për me mbrojt luftën e shajt të ushtrisë shqirimtare të Kosovës, për me mbrojt gjakun e derdhur për liri dhe për me mbrojt nderin e shqirimtarëve tanë. UÇK-ja nuk ka nevojë me dëshmu se ka qenë ushtri shqirimtare. Këtë e ka dëshmuar vetëm historia, e ka dëshmuar populli, e ka dëshmuar varrët e dëshmorëve të kombit, e kanë dëshmuar bota mbar po në sytë e vetë krimet serbe në Kosovë. Sot përmes kësaj, gjykata të padrejta po gjykojnë jo krimet, por vetëm fajtorët janë si popull, po përpiqen me barazu viktimen me xhelatin, po duan me e njollos luftën tonë të shajt, të pasur për liri, por ne nuk do ta pranojmë këtë, nuk do ta lejojmë me u përdhos emri i komandantëve tanë, nuk do të heshtim kur po për këtë histori të popullit tonë. Kjo protest nuk ka lidhje me politiken, kjo është protest Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi, Hashim Thaçi. Kjo protest nuk ka lidhje me politiken, kjo është protest e popullit shqiptar në zemrat e shqiptarëve. Ne nuk po kërkojmë mëshirë, po kërkojmë drejtësi, po kërkojmë barazi para ligjit dhe para historisë. Tirana sot është kryeqyteti i gjithë shqiptarëve. Sot nga këtu po i themi botës, Kosova ka luftuar për liri dhe çlirim. Nuk ishim kriminal, por bie tanë të këtij kombi që dhanë gjithçka për atë dhe. Prandaj ne deklarojmë qartë, gjykata speciale ka humbur çdo besim dhe çdo besim të shqiptarët. Proceset që po bëhen në Hagë janë të njëanshme dhe të padrejta të dashur shqiptar. Kjo protest është thirrja e ndërgjegjës sonë kombëtare. Drejtësia e vërtetë nuk ka frikë nga vërteta dhe ne jemi këtu për ta mbrojtur atë lavdi ushtrisë shqirimtare të Kosovës, lavdi gjithë të dëshmorëve të kombit, liri për shqirimtarët tonë. Zoti e bekov popullit shqiptar, Zoti e bekov gjithë shqiptarët ku janë, ku punojnë, veprojnë dhe jetojnë. UÇK, liri për shqirimtarët, liri për shqirimtarët, liri për shqirimtarët. Vëllezër dhe motra, si që thash dhe në fillim, pra nga gjitha trojet etnike janë bërë bashkë sot të gjitha gjybëtyrët e listit kombëtar shqiptar. Këtu në sheshin Gjergj Kastrioti i Skënderbeut, në sheshin në Mojsiu tonë, ashtu si që kishte shpatën magjike Mojsiu, shkopin magjik, edhe shpata Gjergj Kastriotit ishte si shkopi magjik i Mojsiut. E sigurisht, pra në këtë shesh, ne jemi mbledhur për të bërë një beslidhje. Ajo beslidhje është beslidhja e botës shqiptare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. Dhe kjo beslidhje është përballë botës serbe të shpallur nga slavët. Dhe ajo që na ka bërë bashkë është UÇK-ja. Pra, UÇK-ja e lavdishme, e cila ka nënshkruar faqen më të lavdishme të historisë sonë kombëtare. Që ditën që lindi shtypi e quajti nëntori i tretë i shqiptarëve. Por sot shqirimtarët ndodhen në Hagë me akuza të fabrikura, ndërmarrje e përbashkët kriminale. S'ka gjë më absurde. Ndaj sot ne jemi mbledhur për të mbrojtur të drejtën tonë, kauzën e drejtë të ushtrisë shqirimtare. Të gjithë së bashku, UÇK! Më fort, UÇK! Liri për shqirimtarët! Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, të gjithë së bashku sot, ne jemi kombë shqiptar, nuk ka kombë kosovar, kemi lindur shqiptar e do vdesim shqiptar. Prandaj këtu, në sheshin Gjergj Kastrioti i Skënderbeut, jemi mbledhur për një beslidhje të re të shqiptarëve. Një kombë, një histori, dhe historia jonë është UÇK-ja e lavdishme. Sot, kësaj proteste, jeshtë bashkangjitur dhe nga Maqedonia e Veriut, me në krye Sfinksin e Qendresës Ali Ahmeti.
nacionale, sepse është një fushat më madhe, fushata kombëtare për të mbrojtur UÇK-n e lavdishme. UÇK! UÇK! Liri për shërimtarët! Edhe unë jam UÇK! Një komb UÇK! Një komb, një histori! Kë tubim është në vigjilje të lumturimit të shëjtores tonë, lapsit në dorën e Zotit, Nën Terezës. Pra kemi dhe bekimin nga shkupit artan, nga simboli jonë Nën Tereza në këtë betej, e cila dhe ditët e fundit saj i lutej Bill Clintonit, bëni diçka për kombin tim. Edhe në vitin e mrapsht 97 lutej për shqiptarët. E Bill Clintoni i tha, unë e kreva të tyren, tani është koha të lutesh ti për mua, tek varri Nën Terezës. Dhe unë, për të ndezur atmosferën, do të ftoj një personazh që ka marshuar në mbar trojën shqiptare. Ai Vladin, marshi i UÇK-s. Luftës për çlirim të Dardanisë antike dhe për të drejtat tona në Maqedoninë e Veriut, ju bashkuan dhe shumë shqiptar nga Shqipëria, që nga Tahir Sinani nga Malësia Gjakovës, Ingrid Sara, komandant Kavaja, Sketilajt Lagami. Sigurisht për të folur në emër të familjeve të dëshmorëve, por dhe të shoqatës Tirana si mikpritëse, grupi organizator ka caktuar të përshëndes zotin Rushdi Keqi, ish prefekt i Tiranës, kryetari i shoqatës Tirana. Të dashur qytetarë të Tiranës, të nderuar pjesëmarrës, të respektuar vëllezër e motra nga gjithë trevat shqiptare. Sot jemi mbledhur këtu në Tiranë, në këtë qytet që ka qenë gjithmonë zemra e kombit, për të nderuar luftën e drejtë dhe të shenjtë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Jemi këtu për të nderuar gjakun e dëshmorëve që me sakrificën e tyre i dhanë jetë lirisë së Kosovës dhe krenarisë shqiptare. Tirana ndër vite ka qenë djepi mikpritjes dhe i bashkimit kombëtar. Ky qytet i ka hapur zemrën çdo shqiptari që ka ardhur nga çdo trev, nga veriu në jug, nga lindja në perëndim. Në vitin 1999, kur Kosova përjetonte ditët më të errëta të luftës, Tirana u bë dritë shprese. Qytetarët e saj pritën me zemërsi qindra dhe mijëra kosovar që u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre prej gjenocidit serb. Në ato ditë, Tirana tregoi se nuk është thjesht kryeqyteti i Shqipërisë, por kryeqyteti i shpirtit shqiptar. Por Tirana nuk qëndroi vetëm si mikpritëse. Nga kjo tokë dolën bitë që u bashkuan UÇK-s, që morën pushkën dhe shkuan në vijën e parë të frontit për të luftuar për lirinë e Kosovës dhe më vonë edhe për lirinë e shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut. Midis tyre është dëshmori Sketilajt Lagami, biri heroik i Tiranës, që luftoi me nder në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe të ushtrisë shqiptare kombëtare në Maqedoni. Ku edhe ra heroikisht për lirinë e kombit. Emri i tij do të kujtohet përjetësisht si shembull i guximit, atë dashurisë dhe idealit të bashkimit shqiptar. Sot, teksa nderojmë dëshmorët tanë, nuk mund të mos ngrejmë zërin edhe për 4 udhëheqësit e UÇK-s, Hashim Thaçin, Kadri Veselin,
Jakub Krestigjin dhe Recep Selimin, që mbahen padrejtisht në burgun e Hagës. Ata nuk janë kriminal, por simbolet e lirisë dhe qëndresës shqiptare. Drejtësia ndërkombëtare nuk mund të mbyllë syt përballë së vërtetës historike. UÇK-ja nuk ishte organizat kriminale, por ushtria e një populli të shtypur që luftoi për ekzistencë, dinjitet dhe liri. Le ta përcjellim sot nga Tirana këtë mesazh të qartë. Shqiptarët janë një në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe në çdo cep të botës. Kauza e UÇK-s ishte kauza e kombit dhe kujtesa për të do të mbetet gjallë për jetë në historinë tonë. Lavdi dëshmorëve të UÇK-s, lavdi dëshmorit të Tiranës dhe herojës Kedilaj Llagami, liri dhe drejtësi për udhëheqësit të UÇK-s. Rrov Tirana me mikpritjes dhe bashkimit kombëtar. Rrov Kosova e lirë, rrov Shqipëria. Këshilli organizativ i kërkoj koordinatorit ton, mikut ton Shkelci Majdari, ta ftonte një figurë emblematike gati një shekull jetë. Dhe ai tha, nuk jam mirë me shëndet, por dhe në mbeqa aty do të vi. Presidenti Alfred Moisiu. Dhe tani, presidentin do të presim si qikahije. Të dashur qytetar të Tiranës, Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë Veriut, Preshevës dhe Malit të Zi. Të dashur bashkanës, sot jemi mbledhur këtu në qytetin e Tiranës. Jemi mbledhur për të mbrojtur dignitetin tonë kombëtar. Jemi këtu për të hitur zëri kundër padrejtisë që po bëhet bive më të mirë të Kosovës dhe të kombit shqiptar. Luftarëve të UÇK-s, të cilët luftuan për lirinë e vendit. Në vitin 2022, me 29 shtator, bashkë me presidentit Recep Mejdani, Bamir Topi, Begjet Pacolli dhe ish kryeministin Badri Majko ishin në Hagë, në dhomat e paraburrimit për takuar personalisht me presidentin Thaçi, me Jakub Krestigjin, Danilo Selin dhe Recep Selimin. Bisedë me këta burra kuptova dhe pash se ata trima nuk ishin fiksuar, por burra të fortë që ndronin të qetë, të gatshëm për të sakrifikuar, për të pasuar luftën e UÇK-s, si dhe gjithë popullit kosovar. Nga njëlla të padrejtisht, po përpiqen t'i japin ata që nuk ja duan të mirën shqiptarëve. Ata nuk kanë kryer krimen, por kanë bërë detyrën më të lartë që një historia bashkëkohore. Sqarimin e Kosovës dhe mbrojtjen e popullit të vet. Unë besoj se drejtësia do bëjë detyrën e saj të nuk jetë për krahun e 4 dhejësit të UÇK-s. Ata e mërgosur pa prova në akuza të fabrikuara në qarqe dhe erda serberuse, që përpiqet të llosin luftën për sqarimin e Kosovës.
duhet të theksoj një fakt të rëndësishëm se lufta o QK-s u mbështet fuqishëm nga NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe nga partnerët e rëndësishëm perëndimor. Në këtë kuadër, dëshmitarët zyrtar amerikanë që po dëmtojnë dhe që po dëshmojnë në gjykat po sjellin prova dhe fakte që vërtetojnë fatkeqësisht pafajësinë e udhëheqësit të QK-s. Këto janë dëshmi të qarta se ata nuk ishin kriminal, por komandantë të udhëheqës të ushtrisë qeveritare të ligjshme për mbrojtjen e popullit tyre, pavarësisht trojave shqiptare dhe idealeve të risë. Dëshiroj të them se shqiptarët historikisht njihen si luftarë dhe kanë luftuar në shekuj, por 3 raste janë që shqiptarët kanë luftuar për vete. Në kohën e Skënderbeut, gjatë luftës së dytë botërore dhe UÇK-a. Të dashur miq, është koha që të mos heshtin, po të ngrim zëri, sa më lart për të mbrojtur veten tonë dhe sakrificet që njerëzit tanë kanë bërë. Nuk mund të pranojmë nga as të lejojmë të në përkëmbet gjaku i shqiptarëve. Pra, liria e Kosovës nuk është dhurat, ajo është fituar me gjak, me sakrifica, me vendosmëri. Ndaj sot më shumë se kur, ne duhet jemi të vendosur dhe të bashkuar për të mbrojtur tartet e kombit tonë shumë të vojtur në shekuj. I bën thirrje drejtësisë që tregoj veten për të bërë mësim për gjithë. Lavdi të shponët të QK-s. Lirit e të QK-s. Zoti me koftë Kosovën, Zoti e me koftë Shqipërinë. Dhe tani do të ftojmë një aktor të madh, mjeshtër i madh, i cili është një veprimtar i madh i çështjes kombëtare shqiptare dhe i ka rënë kryqe tërthor trojave etnike me aktivitetin e Unionit Artistik të Kombit Shqiptar. Llesh Nikolla, zgjohu Kosovë. Zgjohu Kosovë. Zgjohu nëna ime e dashur, balli dhe emri im i shkelur. Apo e ndjen vajin tim? Apo sheh si ti kam ngulur syt, mu në zemër, mu në shpirt? Si ti kam hedhur duart rreth belit për të përqafuar unë ashtu yt? Zgjohoj, sonde të gjithë po largohen. Këtë vatër, kush po e len? Qëm të gjurëm gjaku në përfytyrën tënde, këtë varre murana rresh të pisime. Zgjohu Kosovë, sonde vetëm beta, e ndert konakut askush s'po ndroket më. Po mirë, thua, vdekur jam e harruar në të troje suka gjaku? Thua më shkim burisja e mbyllur dera e konakut? Pota dhe tynet kallet. Kosova porënkon. Peshojeni mirë këtë emër, peshojeni mirë këto varre, kërkojnë hakmarrje, po! Hakmarrjen unë nuk e njija,
Ma mësove ti, syqen henjeri, kur dasmes mi hoqe flamurin, e qyqe, mi le nuset e reja, këngën mandalin bidjeba, e me përzore mira njerës. Janë mëkatet rënda drushe, ku t'i qojnë, as të nesmi të lavdishëm, as rilina si pranojnë, të vdekurit në varrës rasin, ku është liria? Dërnisa thërret, ku është rinia? Rilina si thrasin, ku është pavarësia? Europë, mëj bukuri e vetës tënde, po, pse shikon me sy, pse s'pe i herë me zemër, a e ke pyetur vetën ndonjë herë mëj Europë, po të vinte shkjau, të bante Londrën në grop, një lagjet e vetme, të dishe në Roma, Paris, do rjeti pa e qarë qiellin përmitis, jo! Ti mund djekish një fshat, mund shemërsh një krahin, po një Kosovë të tërë nuk e shen dot, a mund të shemët valë, një kështjellë shqirintarësh që në themel s'ka kur, por zemra kosovarë. Jo, kur? Kosova jeton, Kosova gjallon, liria ka emër. Dua të ju bëj një propozim publik, sepse përveç thirrjeve e bëritjeve tuaja duhen dhe aktet. Unë i propozoj publikisht Presidentit të Republikës së Shqipërisë, Zotit Bajram Begaj, që gjemë që ndodhen në Hag të ndërohen me urdhrin e flamurit. I propozoj Presidentës së Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, të ndëroj me titullin më të lartë, drejt që e jep kushtetuta. Gjithashtu dhe Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Malizzi e Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Preshevës. Pra, kjo dëshmon se jemi një kombë e kemi një histori, raftu që këja. UÇK, njëri për shqiptarë, jo po drejtësi në armëndim. Para se të hynin luftë, Aleksandri Madh, Piroja Pirit, Gjergj Kastrioti Skënderbeu kërcenin. Kurse komandanti legjendar Adem Jashari ra duke kënduar Mersajezën shqiptare, më i Shqipëri më stuj Marova, se gjemtu Hanajën gjallë, ka vështue rreth Kosova e bën luftën ballë për ballë. Shkurt të fejza! Përshëndetje shqiptar. Faleminderit Shqipëri që na bashkove sot. Shqiptar, kudo ku jemi nga gjithë bota, nga troje shqiptare, për t'ju dalë Zot atyre që dikur na mbrojtën ne, për t'i mbrojtur sot ne nga këtu. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Do të kënojmë bashkë këngën Mora Fjalë, një këngë që të gjithë duam. Mora Fjalë, faleminderit shumë.
Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Një popull që nderon herojt, është I pavdekshëm. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. UÇK! Dhe tani do të ftoj një themelues të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, komandant I ushtrisë çlirimtare kombëtare në Maqedoninë e Veriut, I cili është arkitekt I paqes e strateg I luftës, që konfliktin e ktheu në bashkëtesë,
është konstruktor i shtetit barazisë qytetare, harmonisë ndërvetare bashkëtesës teoretike me orientim euro-atlantik në Maqedoninë e Veriut, i cili ka zërmat e Mladiçit i ka bërë Universitet në Terezës, shtatorën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, siç është këtu, e ka çuar në Shkup. Pra ai është vllai jon Ali Ahmeti. Të dashur bashkëluftar, bashkëveprimtar e atletar, invalid luftës, familja të dëshmorëve, dashur rysni, gjavit, të gjithë ju, ushtar të lirisë, falënderit Shqipëri, falënderit nënë, na ke trajtu e na ke pris si nona bi. Dhe doja të përshëndes generalin e luftës e të paqes, presidentin Alfred Mojsiu, shlerimtarin që ka dalë këtu me një shekull në shpatull për të solidarizu me luftarët e lirisë, sepse vetë ka qenë luftar i lirisë. Nderuar bashkombës, shoqata të Shqipërisë, shoqata të Tiranës, për organizimin dhe kontributin që jepni në këtë fush për drejtësi. Të nderuar atletar të ardhur nga të gjitha trojt shqiptare përballë shtatit të lartë të kryegeneralit kombit Gjergj Kastriotit në Tiranën tonë. Nderuar organizator, të dashur drejtues të institucioneve të Republikës Shqipërisë. Sot jemi bashkë në Tiranë, Prishtina, e Shkupi dhe kështu qofshim për herë. Dje nga sheshi Skënderbeu në Prishtinë e sot nga sheshi Skënderbeu në Tiranë dhe nesër nga sheshi Skënderbeu në Shkup. Po ngrisim zërin për drejtësi, për respekt, për njohje të luftës son të drejt, për pragun e shtëpisë, për liri e demokraci, për pavarësi dhe miqësi me Amerikën dhe Europën. Dashur vëllezër e motra, ti themi gjëra troq, zanafilla e gjykatës speciale të Kosovës është në raportime trilluese ruso-sërbe për trafikim organesh që bëri buj padrejtësisht në botë. Këtë çështje inekzistente që doli nga kuzhinat e shërbimeve sërbe me institucione ruse e hetoi edhe tribunali i Hagës dhe konstatoi që nuk është e vërtet dhe mbylli hetimin. Kohë më pas, Dick Marty e riaktualizoi mediatikisht këtë temë përsëri me porosi ruso-sërbe dhe inicoi miratimin e raportit në Këshillin e Europës që detyroi themelimin e gjykatës për të hetuar trafikimin e trilluar të organeve. Pra, kjo gjykatë u themelua që të zbardh pretendimet për trafikim organesh në mandat nga 1 janar 1998 deri më 31 dhjetor 2000. Kjo gjykatë u themelua nga vetë Kosova me qëllim që t'ja pamundson Serbisë
që në përmjet Rusis të themeloj atë në Këshillin e Sigurimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe të rikthej unë mikun, ku Rusia këtë drejt vetoje. Kur u hetua dhe u kuptua që çdo gjë ishte një trillim propagandues për ta nxirrë imazhin e luftës tonë çlirimtare, prokuroria nxitoi dhe përpiloi një akt akuz tjetër mu në ditën kur në Washington, në prezencën e presidentit Trump, duheshte të nënshkruhet marrëveshja për njohje të ndërsjellët midis Kosovës dhe Serbisë dhe përfundim të asmërisë shekullore, pandarje dhe shkëmbim territoresh. Sot, të gjithë jemi dëshmitar se akt akuza s'ka të bëjë me trafikim organesh, por është një reciklim i akuzave të mëhershme ndaj Ramushit, e Fatmirit dhe të tjerëve. Sot, ata po gjykohen si çlirimtar, si njerëz që kanë kapur pushkën për të mbrojtur pragun e shtëpisë dhe popullin e vet nga gjenocidi serb. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka respektuar të gjitha konventat ndërkombëtare për luftë dhe asnjëherë nuk ka shkelur ligjet e luftës. Kjo u dëshmua në të gjitha gjykimet e derisotme nga gjykata ndërkombëtare e vendore. Kjo u dëshmua fuqishëm edhe nga dëshmitë amerikane, britanike në Haag. Gjykimi shfaqi botërisht që ushtria çlirimtare e Kosovës ishte partnere e NATO-s, Amerikës dhe Evropës. Dëshmitë konfirmuan që ne ishëm dhe jemi partner të Washingtonit dhe Brukselit. Prandaj, liria Hashimit, Kadriut, Jakupit, Regjepit dhe të tjerëve është e vonuar dhe duhet të vi me njëherë pa asnjë vonesë shtesë. Por, vëllezër e motra, dua para jush të adresoj edhe një shqetësim. Ka akoma në mesin tonë ca që pavetëdijshëm i shërbejnë agjendave ruso-serbe në marrëdhënien ndërshqiptare dhe ndjellin dasi duke shpërndar propagandën dashakeqe pa qenë fare të vetëdijshëm që po i shërbejnë Beogradit dhe Moskës. Liria e Kosovës nuk është arenë për politika individuale, partijake dhe zgjedhore. Liria e Kosovës nuk është fushë pjellore për ndasi ndërshqiptare. Të dashur shqiptarët e mi, ne duhet të bashkohemi, ne duhet të bëhemi bashkë, ashtu si që bashkuam për Kosovën Republikë, për Shqipërinë Demokratike në NATO dhe në Bashkimin Evropian, për shqiptarët e barabartë në një Maqedoni Euro-Atlantike, për të drejtat e shqiptarëve në luginë e Maltëzi. Ashtu duhet të bashkohemi edhe për lirinë e çlirimtarëve dhe dinjitetin e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nderuar vëllezër e motra, edhe njëherë nga zemra, respekt në përjetësi, nënës Shqipëri, të gjithë ju
ushtar e ushtare të ushtrisë shqiptare. Edhe unë jam UÇK. Faleminderit për pranimin tuaj. Faleminderit. Si që tha dhe komandant Ali Ahmeti, pra presidenti Hashim Thaçi u arrestua kur po shkonte për të takuar presidentin Donald Trump. Kjo ishte besprerja që i bën Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ushtria Shërimtare e Kosovës ka patur nga Aleancën Euroatlantike, por në mënyrë të veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Respekt dhe mirënjohje për aleatin tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të dashur qendrëstar, mbështetës kauzës tonë të madhe, të ushtrisë shërimtare kombëtare, bëni gati telefonat të ndezim. Kemi ende për qëndruar. Pas mbarimit protestës do të shfaqet një film, pak metra më ndej, në sallën e kulturës së Kishës Ortodokse. Ajo ka dëshmi tronditëse, të dhimbshme, kush ka fuqi e forcë për të parë, t'i bashkangjitet pra pas mbarimit të protestës. Aty janë aktet bizore të ushtrisë gjakatare, të Çengizkanit Ballkanit, Slobodan Miloševići. Ata na akuzojnë ne se kemi mbrojtur veten tonë, sepse kemi të drejtën hyjnore për ta mbrojtur veten. 100 vrasje masive i kanë bërë në Kosovë. 74 vrasje të regjistruara. Vrasje të tmerrshme, si masakra e Çakut, masakrimi i familjes Adem Jasharit, e Likoshanit, e Izbisës, e Burgut Dubraves, e Krushës Madhe, e Podujevës, e Prishtinës, 74 masakra njerëzore. Dhe fantazia tyre kriminale ka kaluar përtej imagjinatës njerëzore. Kanë zhvarrosur viktimat e varrosura në mënyrë kolektive për të zhdukur gjurmët e krimit. Por ne jemi këtu për të thënë, do qëndrojmë, sepse jemi një kom, një histori, s'ka më loj me shqiptarët. Në besmirja janë është tu, tek Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ati i kombit, simboli shtetërore kombëtar. Ai që udhëhoqi shtetin e përqendruar Arbesh. Kam një mik që ka nga Vlora, Toboglelo. Ai do këndoj këtu në skenë, nga Vlora Ismail Gjemajlit. Do në përqilë qavargje direkt nga skena. Ta presim me duar drogitje. Ku janë duar drogitjet? UÇK! Lavdi të dëshmorëve të kombit. Komandant Tigri, që nisi betejën nga Balzia Gjakovës në Kosovë, për shëv e ranë vaksinës të Maqedonisë Veriut, thot, dëshmor apo jo. Si të duani, me quani. Por amanetin vëllezër, marruani. Pra amaneti i komandant Tigrit e gjithë dëshmorët liris janë gjemtan në Hag. Liri për shërimtarët. UÇK! Jo pa drejtësi në emrin tim. Protesta jonë nuk mbaron tu. Ne të vazhdojmë përsëri në të gjitha trojet etnike dhe në diasporë. Unë dua të përshëndes para se t'ja kaloj fjalën tifozët QCZ. A e pak çfarë ndodhi mrekullia hinore. Shqiponia i të mëroj sërbet, edhe sa gjumë për festin vritin i shqiptar. Respekt dhe mirënjohje për tifozët QCZ që festuan në këngën e komandantit legjendar Adem Jashari. UÇK! 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 Pra, Shqiponia u kthyen fole. Aty në Nish, në vitin 1878, 1880, 700 fshatra i ka dëbuar më dhunë Serbia, 70.000 vjet i ka vrarë. Dhe
Kombëtarja Kuqëzi e ktheu Folen në Shqiponjën në Fole. Respekt e milioje pra për ekipin kombëtar. Komandelo. Nga Labëria, atje ku buron trimëria, atje ku po ta palosë shartën e Shqipërisë, Labëria dhe Dardania janë në simetri të plotë. Çdo zëmër shqiptari, re sot në Tirano, ushtri çlirimtare, flamuri Dardano. Liri çlirimtarve, Jakupi Hashimi, krejri flamurtarve, Recepi Selimi, ne të gjithë të jemi, por të bashkuar, këngët lirimtare janë trashëguar, në breza kalitur, me gjak është vatitur, toka jon Dardane, kapedan ka rritur, ushtri shlirimtare, ikon kombi mbeti, këtu midis neve, fletalia meti. Liri shlirimtarve, liria ka emra, I kemi të shkruar në zemra. Kur UÇK, 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 nga ky shesh I bëjmë thirrje ose dëgjojmë zërin e atit ton, Gjergj Kastriot Skënderbeu, ngreu ati jonë ngreu, ngjish jarmët edhe ktheu, se Evropa në shgënjeu, Balkani në 5 në preu, Çamri në rëmbeu, Dardania zjarë shpërtheu, flamuri në gjak e leu, ngreu, o atë mbi dal geval, ku Shqiponja ka shumë plag, trima tanë dergje në hag, liri çlirimtarve. Pra, me vargjet e bukura dhe në mënyrë të veçantë për Çamrin. Çamrin e Hasan Taçinit, Bilal Xhaferit, Skënder Çamit, Mira Çam janë tu bashkë me ne. Kanë dalë nga Blau Kuçia e Ali Pashës. Kemi një mbik të veçantë. Kur u themelue UÇK-ja, në prag të festave të nëntorit të vitit 1997, 3 gjem, Hoxhën Kapuçt, Recep Selimi, Muj Krasniqi dhe komandant Davidi, Daud Haradini janë këtu mes nesh, simbolit e ndresës, respekt e mënjoje për familjen Haradinaj, 2 familje legjendare ka Kosova, familjen Jashare dhe familjen Haradinaj. Ishte Ramush Haradinaj, që u përball 2 herë në Hag, e në Kolmar, e nga Ndjeu, duke u shpalli pafajshëm e duke certifikuar kauzën e drejtë të ushtrisë çlirimtare. Tani vëllezër dhe motra, e përsëris edhe një herë, kush ka forcë, kur ajo të vijë të shoh mizorit që ka bërë makina gjakatare e Slobodan Miloševićit. Ne nuk do të ndalim protestën tonë, dhe do t'jemi edhe me shumë numër. Do të vazhdojmë marshimin tonë në Shkup, e në mbarë trojit e dike, por përsërin e diaspor. Liri për çlirimtarët! UÇK! UÇK zemra jonë! Liri për çlirimtarët! Jo pa drejtësi në mendim! Unë dua të përshëndes grupin organizator, që kanë dhënë një kontribut jashtëzakonshëm për arritjen e kësaj proteste madhështore më të madhe në histori. Të gjitha shoqatat patriotike,
që ju bashkangjitet dhe mbështeten organizatat e dalë nga lufta. Kam edhe i përshëndetje të veçantë për zotin Ferdinand Shamarxhi. Zotëria ka qenë në kontakt me gjitha mediat, pra. Falenderoj mediat nga gjitha hapësira etnike shqiptare që kanë qenë sot këtu për të përcjellur mesazhin për mbar botën. Respekt e menjoje për gjitha ata që kanë punuar gjatë gjithë këtyre ditëve për të realizuar këtë protestë madhështore. Rroft kombi shqiptar, rroft Shqipëria etnike. Një kom, një histori. Një kom, një histori. E atëherë pra, unë do të përfundoj me poetin e madh Gjergj Fishta. Ende s'ka mbaruar lufta, sepse edhe betejë për paqen luftesh. Kam shqiptar, e mos ju lëshoj jo zemra, se kur se si s'ka një më thyre, se fakt me rënd është kam e shkallë kontrash, se kur i varit krye. Kam pra shqiptar ku shka ne mos mund shqiptar me met, shqiptar në të hyrë dhe. Trima dhe unë që kësë, që dha jetën, dëshmuan se me shtrejt, se jetë atyre, se familja atyre, është atë dheu. Pra, në emër të atë dheut, sot të bërë të gjithë bashkë, atë dheu do tjetë në mbështetje të ushtarëve që ndodhën, të çlimtarëve që ndodhën në Hag. Liri për çlimtarët! Liri për çlimtarët! UÇK! Unë jam UÇK! Faleminderit shumë! Respekt e miljoje për të gjithë ju që keni marrëzuar nga gjitha trojet e kombit shqiptar për të ardhur këtu në sheshin Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Unë dua të përshëndes të gjitha institucionet e shtetit shqiptar që ishim një gatishmëri të plot që ne të bëjmë këtë protestë kaq madhështore. Të gjitha institucionet një për një. Grupin organizator, Rroft Shqipëria dhe herë, Rroft kombi shqiptar. UÇK! 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 Liri për shqiptarët! O vjen kushtrimi, o me qanë të eres, o në të kohta, kjele pa hanë, o liko shanë. Ari Vladi ka ardhur nga si ka Brukseli. E ka vendosur të shoqërojë të gjitha protestat për ushtrinë trimtare, sepse marshi UÇK-s është shpirti i UÇK-s. Do këndojmë bashkë. Kjo është kënga juaj, kjo është kënga e kombit, kjo është kënga e dheut. Jam Kosova e shqiptarisë. Unë jam
Stalica. Atëherë pra, duke ju përshëndetur me 4 vargje lapidare, kushtuar Mujtin Aliut nga Tetova, rënë në betejën legjendare të Kosharës, që krahasohet me betejën e Termopileve apo Çervelas, ju them natën e mirë për sonde. Jam djalë nga Tetova, me Kathira Dheu, dhe Tadem Jashari, gjaku i Skënderbeut. Natën e mirë, natën e mirë. Faleminderit shumë, respekt e milioje.